Arqipeshkvi metropolitan Shkodër Pultim Zot Gjovani Peragjin e uroi të gjithë besimtarët katolik dhe ortodoks në vigjilje të Pashkës, e cila këtë vit festohet në të njëjtën datë. Këtë vit Kisha Katolike po përjeton një vit jubilar që ka si temë shtektar të shpresës. Në këtë kontekst, festa e Pashkës merr një domethënie edhe më të thellë. Krishti i ringjallur është themeli i shpresës së sonë dhe burimi çdo rilindje të re, qofshin për secili prej nesh një piknisje e re për të jetuar si bijtë të dritës dhe për të ndërtuar së bashku një botë më të drejtë, më vëllëzërore dhe më të mbushur me shpresë. Peragjin u ndalë edhe tek zgjedhjet, të cilet, siç tha ai, uroi të jenë një ringjallje e vërtetë për mbar vendin. Në këtë kohë e Pashkës, vendi ynë po përgatitet të përjetojë një moment të rëndësishëm në jetën e tij politike dhe shoqërore me zgjedhjet e ardhshme. Qofshin këto zgjedhje një ringjallje vërtete për mbar vendin. Qytetarët vendosin shumë shpresë në këto zgjedhje dhe nuk mund të zhgënjehen. Shqipëria ka nevojë për një zgjim të madh, një zgjim të ndërgjegjës morale. Besimtarët katolike dhe ata ortodoks këtë të diel kremtojnë Pashkën, e cila simbolizon ringjalljen e Jezus Krishtit.